Në këto ditë nxehta vere, banorët e Ziçishtit kanë rikthyer në jetë një nga pikat më të njohura dhe më të dashura të fshatit, Qezmën e Lëngës, e cila ndodhet në rrugën e Brodave, të njohur nga të gjithë si rruga e të dashuruarve. Fal kontributit vullnetar të banorëve, mbështetjes së Bashkisë Devol dhe punës së palodhur të Vasil Kotes, Sotiraq Bushit dhe Dimitraq Kurilës, kjo qezmë po rindërtohet, duke u kthyer sërish në një vend freskie, pushimi dhe takimi për banorët, vizitorët dhe emigrantët që rikthehen çdo verë në vendlindje. Një vlerë të veçantë bart dhe kontributi i Dimitraq Kurilës, i cili përveç angazhimit të tij në rindërtimin e sotëm, ka qenë pjesë edhe e rindërtimit të kësaj qezme para 41 vitesh. Kjo krijon një lidhje të bukur mes brezave dhe dëshmon se dashuria për vendlindjen mbetet e pandryshuar ndër vite. Në këto ditë të nxehta po bëjmë punimet e Qezmës së Lëngës, bashkë me shokit Sotiraq Bushi dhe Vasil Kote. Kjo qezmë ka shërber edhe vitën parë, po tashi do shërbej akoma më tepër për arsye se po na ndihmojnë jo vetëm brenda dhe jashtë vendit të gjithë bashkëtarët, por po na ndihmon dhe Bashkia Devollit. Dhe për mua është një koincidencë akoma më e madhe, se më 85 me Variskin kam bërë nivelimin e këtij vendi dhe prapa mas 41 viteve më ra shorti, lotaria, fati të ndërtojmë prap këtë qezmë. Cila është rëndësia që ka kjo qezmë për Ziçishtin dhe ziçishtarët? Rëndësia është se të gjithë do vinë tash me migrantët që nga jashtë dhe të vinë të shikojnë, të frekuentojnë dhe na falenderojnë për gjitha punimet që po kryejmë neve sot. Ky investim modest, por me vlerë të madhe shpirtërore, tregon edhe një herë se kur komuniteti, institucionet dhe vullnetarët bashkojnë forcat, ruajnë dhe përcillen brez pas brezi vlerat më të mira të fshatit.